kalon dot? Kam frikur babam. Kam frikë se mos të zote ajo binaja e zezë. Si t'ja bëjmë? Po ku e gjetë xhanëm të vinë në këtë kohë të vështirë, nuk priste puna si? Po ku ta dim ne o xhaxha që do bënte gjithë ky qamet? Ku ta dinit ju? Po me kaq muti e kini? Nuk priste punës as zbuteja vaja më bia? Kemi lajmëruar në lushje për koncert. Po ka që paduruar që nga ky koncerti juaj, sa që nxitoni kështu? Dhe priste sa ditë se nuk bëhe qameti. E xhaxha. Do me thënë ti thua se s'ka përgjejmë dot. Është me zararo baba. Ja, shije vet. Un kam ardhin asaj që manës madhe pa për vete. Po si t'ja bëjmë atëre, si thua ti? Si t'ja bëjmë? Po, të shkoj në një në lushje të lajmëroj për njerëzit. Ndoshta vinë njerëz dhe e nxjerrin. Shkoni dhe ju, zonje. Shkoni se këtu të pinë miskonja të gjalla. Aman xhaxha, ki kujdes pianon, se kemi marrë me qira. Mos keni merak bia, se ruan babani. Edhe ai du të vinë s'kan që duan. Ikni u bia, ikni. Shkoni. Faleminderit o xhaxha. Ska gjë, bi, ska gjë. Ta pa që borxh xhaxha. E ç'borxh më keni orë të uruar. Shikoni veten tuaj. Merrni ju bëftën e na. Hëmërsoni gojën. Ha? Hani. Faleminderit. Hani të keqen. Hajdeni të hajni brenda. Do të merrin ndonjë plevit. Jo, nëmë se nxitojmë. Faleminderit shumë njërë tjetër. Si të doni. Po që miru ka sjellë në këto baltra? Kënga më nën, kënga. Mos u ka thirrur gjithë Dalibeu në Saraje? Dalibeu? Si janë nga ato? Këto këndojnë për popullin e thjesht, për njerëzin e mirë. Janë zënje të nderuara. Qënë kanë qingia dhe franga. Nuk jemi qingie, nën. Si jemi qingie? Ma bëni halal se janë plake papar. Po ne këte vetëm qingi kemi. Ma bëni halal të keqja nëna se nuk do të lëndoj njeri nëna. S'ka gjë nën, nuk është fa yt. Po do vish ta dëgjosh kur të këndojmë? Do të vi shpirë, do të vi. Ti marrësh dhe të dy vajzat, të tuat janë? Të mijat janë të keqen. Po ne nuk e kemi zakon të nxjerrim vajzat e zbuluara kështu si juve më i shpirt. Po mbreti sikur kanë nxjerr ligje për heqjen e ferexheve të grave dhe të vajzave. Po pse juve mbreti u ka hequr ferexhet më i shpirt? Mirë nga bërë nën, paq pare. Breti nën, breti. U dhe e mbar ju bëftën nëna kurban. E ma bëni halal. Kujt nga të mëdhenjtë e qytetit duhet i drejtohemi? Kam frikë se do të na digjet koncerti si në Peqin. S'më pëlqejnë këto çekan që rajnë kështu si këmbana të përzishme. E bëjnë se këtu rallë kalojnë gratë zbuluara. Kujt i drejtohemi? Në prefektit? Kryetarit bashkisë, them unë. Keda. Një tjetër. Hajde, sus, hajde, sus, ikni. Duam të vemi te në prefekti ose te kryetari i bashkisë. Nga Tirana jeni ju? Po, nga Tirana. Nga Tirana. Të mora vesh. Na u prish makina rrugës edhe... Makina? Mhm. Po me demek shoferi këtyne zonjave jeti? Po. Po nuk do të ishte më mirë të shkonim tek zoti Shazivar përpara? Kush është ky zoti Shazivar? Si nuk e njihni zotin Shazivar? E njohim si nuk e njohim zotin Shazivar. Po esni mas me etu kam rigja. Faler mua, Donika. Kaloni përpara i lutem. Faleminderit. Ordoni zoj. Hajde, shpërndajuni! Hajde, shpërndajuni! Na mërdi, hajde, marsh!
Nuk I pyete marr hajvan se kush janë për se kanë ardhur? Jo zotni komandant. Mu duken të sojme, kishin edhe maqinë, edhe shofer që u bante baullet. Po sikur ti në vajzat e ministrit. Kush ta majtë për diqin pastaj? Parnor të pejgamberit nuk më shkojnë. Deri sa kanë makinë, edhe kanë shofer me vete. Qoq janë edhe, unë them atë, qoq janë t'i shkojnë. Nuk për testi. Sjordër. Nuk I pyete për emrat. Sjordër, jo nuk I pyeta. Go, nga marë. Po, sjordër. Ku mi solle mua më derdimim? Po jo vetë këndi urdhër, zoti komandant. Futish shpejt brenda. Sjordër. Orveroni, zonjë që të nderuara. Orveroni. Na fani kusurët, po neve nuk ishim të lejmëruar që do të na orveronit. Kështu që s'patëm mundësi të merrni masa të nevojshme për t'ju pritur. Na fani kusurët. Si mund të prezantohem? Eleni Jankollari. Donika Prokopi. Po, që solli këte jume? Do të japim koncert. Koncert? Po, një program artistik për qytetin tuaj. Kemi mbar leje nga ministria. Ne na thanë se do të njoftonin dhe juve. Bile koloneli Salamiu nga Tirana ju besoj se e njini, na ka dhënë dhe një rekomandim, që të mos na pengoni. E njo, po si e njo. Në shkres thuhet që të na lejoni të japim koncert për qytetin tuaj. Kështu pra, ju pas keni ma leje nga qeveria, Po. Të dyja do këndoni zonja të nderuara? Mund të largohemi, zote komandant? Si të doni. Tuja tjetër. Po, afishe keni për qytetin juve? Po, kemi. Po, nuk do t'ishte mirë që ta shihnim ne dhe pastaj ta varim në një herë tek rrapi? Po si? Qenë ka I bukur. Do të urdhëroj Veselin ta varim në një herë tek rrapi. Jeni I sjellshëm, zoti komandant. Kemi për detyrë, zonja të nderuar. Shumë faleminderit. S'ka gjë. Kafen, zoti Shazevar. O, Vesel! Lep për urdhërau! Ngjitu lart, peqe! Na mardi. Hajde, gjete. O, kozi! Ke që rish aty? Kam ca thunda. Mishil! Ja, na shtithi. Alo? Alo, more të gjerë Shazevari. Merhaba, zotin në prefekt. More të gjerë të kam rigja. Që janë këto afishe në shesh, mërvesht. E që është ky Hartman, që na urdhëron në qytetin tonë, mërvesht, edhe ne nuk dim gjas, unë as kryetari. Dëgjo, dy dama kanë ardhur nga Tirana. Sa po mora njoftim. Dama the? Jo, njëra është dam, zonjë. Tjetra është zonjushe. Njëra më e bukur se tjetra. Kanë ardhur për Lera, man. Qingije? Jo, qëne, në të bardha borë. Dukeshin prej sojt të mirë. E di peti atë. Jo, more. Po ato duke në lomet. Po t'i shosh nga afër të tërbohesh.
Alo, Shazo, dëgjo. Zgjidhe këtë punën e Hartmanit edhe më njofto. Edhe për ato dy zonjat merr njoftimet sakta. Ore, po shtijet ky Hartman. Hyr. Alo, zoti Fotaj jam, urdhëro. Zoti Gjevo jam, e sjell të Hartmanin? Jo, zoti Gjevo, pas pak do marr njoftim. Shazivari nuk dit ka gjë? Nuk di, zoti kryetar. Që di? Po Gjendarmeria jonë përse i ka syt? Pastaj afishet sikur varin vetëm me urdhën tuaj. Unë pandehja se lejen e jepni t'ju. Me urdhërës të veçantë ka më shumë se 2 vjet që jepni vetëm ju. Ashtu? Miro pafshim, të fala. Ndark mlidhim ta bëjmë një 4-she. Unë po njoftej Dalibeun kurse ti Shazivarin. Alo, ndigjo, më telefono ti tani se unë të kam marrë 2 herë në telefon. Lufta në Spanjë. Ushqim i zotit Mussolini. Jam gati barishte ngrënës dhe pem ngrënës. Nuk pi alkohol. Rallë vetëm në banceta zyrtare pi pak verë. M'pëlqejnë gjelt e katonarëve. Rallë herë nga një cigare të bënë mirë. Bëj shumë gjimnastik. Kur më dhëmbë trupi nuk ha 24 orë, e atëherë bëhem mirë. Hyrë! Erdhe mëre kopuk. Si urdhron, zoti kryetar. Kujti që o të kafja të parit mëre pizenen. Të pash nga dritarja, mos tuja. Kësa herë të kapë me preshëndorë. Zoti kryetar, po... E di kush ashtë i parë këtu, apo se di? E di, zoti kryetar. Hiç nuk e di. Po ta përsisësh dhe një herë tjetër, do të hedhë filgjonin mund kokë. Po ju të gjithë parte doni, zoti kryetar. Komandanti thot do të plas brenda, nën prefekti thot. E të pësës. Bëni se vab, zoti kryetar, bëni se vab. E di ti se qeveria ka zjarë ligje që i dën lypsat e burgim? Apo se di? E di, zoti kryetar. Hiç nuk e di. U dash kanë zjarë për ptallalli. Vët mosot lypish maset rasa brenda. Py, Allah bim belati i verse njëziti. Koncert për nejmen e të fobegve. Shumë i nëruar i qyteti Lushnjës ka fatin e rallë që të vijet të vizitoj këngëtarja e re zëjusha Donika Pandeli Prokopi, soprano legjera, që sa po marrëj shkelqyshëm konservatorin e Parizit, me akompanjamentin piano të markës famshme gjermane dhe Hartman. Nga zonja Eleni Jankollari, profesoresh në Institutin Femnur. Në program figurojnë këngë popullore shqiptare,
si edhe pjesë të zgjallura prej kompozitorëve të Gyno, Liszt, Verdi dhe Arie. Çmimi i biletave të Pascal Ari, ha? Me demek që janë kanë si punë Gjofka me shkollë nga Franca. Do t'u kërkojmë dhe ndonjë amane? Po, nuk do t'ishte keq, do kënaqej Mileti. Bujrëm nga shtëpia ime zotin nën prefekt e zoti kryetar, kam thërë një shelek për zotërin tuaj. Ju presonte dhe ju zoti Shazivar. More po i tregojmë dhe të bukura, bile Shazivari merr vesh më tha se. Po, derisa thot Shazivari. Më erdhën në zyrë. Të shini në kokër të syrit e suadon të qefi që der. Po ku janë tashti? Ja atje në Hotel Kongresi. Mos doni t'u bëni ndonjë vizitë zoti Xheva? Stafurova. Ke frikë se të merr vesh zonja apo? Ja, para pa që thonte Mileti. Duhet rujtur neri. Njeriu për neri të mësë divotaj. Mora Shazivar. Ordro. Kompetencë për vishimi, kush e ka? Ju apo ne? Ka 2 vjetë zoti Xhepo. Po çfarë kompetence u ka mbetur bashkive? Po ja, të përcjellin dhe të presin artistët, të helmatisin qenë të Sallahanës kur tërbohen, të dënojnë karrocerët kur rajnë kuajt ose gomerët. Po, të urdhëroj të lallin, të lajmërojnë Miletin. Ashtu. Po në Tiranë kishin mytër pa dashur qenin e ministrit, zotit Musa. Hatan bëri ministri pastaj. Ky është Hartmani, Shazivar. More, edhe unë kujtova mos ishe njeri. Allash. Po, pardon. Lini, e shpejt. Thuaj si të duash, po kështu mund të presin vetëm në Shqipëri. E ja zbresim poshtë. Duhet pastrojmë pianon nga balta dhe të hanë diçka. Zonja jam i ngarkuar të raportoj se dyzanin do t'a bani nesër, ose në hijen e rapeve, ose në divan hanën e bashkisë. Si ta keni qefin, për të hangër do të shkoni në akshi hanën atje. A keni në një nevoj tjetër? Jo, faleminderit. Mos bëm gabim që hym. Ecim, nuk bëm të rrim kështu. U bë që u bë. Me lejoni, zotri? Se si ju duket, po përmbyset bota. Të thash Kozma, që s'kan qitjane. Që janë ka Nova Franga. Alla franga do këndojnë. Që të shërojnë zonja? Mëlqi qenjë me pilaf. Peqe. Erdhe që më? U mërzitet? Jo. Pianon e rregulluam. Sa mirë. Po të doni koncert jepet sot mbazite në shesh. Shenjat janë të mbara. Jo si në Peqin me ato që na të boj. Ishin një dy mësojnë që na ndihmua dhe që e dini se do të vinit. Njëri më tha dhe emri Paharova. Edhe mua një pilaf u tha. Duhet të marrim masa të vijë gjithë qyteti. Me ata afishe së shku. Unë them të lajmërojmë në për shtëpira. Andajemi tani dhe gjithë se cili të lajmëroj fisin dhe të njohurit e vetë. Mirë do të ishte. A i takove ti nesër? Jo, tani do të shkoj. Ju bëj të fala edhe nga ne. Nuk i njohim kështu, po baban e saj kam patur mikë. Sikur të kemi kaq njerëz edhe në koncert. Do të ketë edhe më shumë bile. Po të mos dështojmë, unë nga gëzimi do tip edhe majminare s'këndoj. Edhe mua po të ma ngjisin pianon atje lart. E ngjitun, për besë e ngjit.
Heq minëlla edhe majminarës dash kanë të këndojnë, po këtë se këshëm të gjuar kur. E pse jo maj këmbanare së shëngjergjit? Pse së shëngjergjit në gojti, more? Po ju që keni me minarën tonë, ore. Bau Gjaferaga si ti prejnë mushtaqit ka urkat e Tiranës. Kujt ja u presin mua? Jam burë me namuzun. Ikim sa mos plasë ndonjë sharr. Vërtetë do të këndoni majminares juve? Që majminares, more? Jeni me të ju apo jo? Jo, usta, e keni gabim. Po pse me minarën e gjetët bëni shaka? Këto kanë ardhur këtu duke hequr 1.000 sesa për të kënaqur juve. Kurse ju i merrni në përkëmbë. Dhe kë, motra tona. Po ti, more, kush je? Burri tyre? Shofer jam. Jeni goxha burra dhe merreni me 2 zonjë të ndaruara. Na falni, po nuk kemi faj. S'ka ndodhur ndonjëherë ty na Kshiane, vajzat zbuluara. Nuk e mbron derin Feregje, ormik. Nuk janë çingije, për qytetare të ndershme, që vinë t'ju kënaqin me këngë të bukura, t'ju bëjnë të haroni fukarallukun që po na mbyt, e malarin që po na piti gjallë. Ikni. Ka të drejtë Orjahu. Donika. Nisti! Nisti, po ti këtu? Që kur se kam parë? Që shky Nesti më qupë? Sa më kish marrë malli. Ka që vite pa u parë. As që ma priste mëndja se mund shikonja këtu. Tunja tjetër një. Tunja tjetër. Eleni Jankallari. Nesti Bënjë. Gëzojë. Jam në punë si mandat postës të unë telegraf. Po lexova telegramin tuaj dhe erdha të shoh. Pianon e futëm në jatin e postë komandës. Shumë mirë. Ne ju prisnim pas nesër si pas telegramit. Po ky, për të na ruajtur ne e kanë vënë? Është ruajtës i rendit dhe i ligjit. Po, e ja të shkojmë lartë më mirë. Bardhinjës dhe princesave të nëruara. Pse qirësh? Pse? Ajde kinina të mira, flit teksi mirë për zhdukjen e mushkonjave, urdhroni mishteri. Atë fundit herë po të them. Zhduku me gjitha aspirina dhe kinina. Oj, dashke zhdukesh malarjen, zotrote. 1000 herë të kam thënë të mos më qirësh para zyrave. Si urdhron, zoti Vesel, si urdhron. Na, merë. Mishterit mund t'i ftosh edhe pa thirrur. Si urdhron. Lini resmen e princesës kinina të mira, patronesë këtë gjithë flit teksi urdhoni mishteri. Deni, para 6 vjetëve dhash koncert në Korçë, për të ardhur në ndihmë Streus varfënore. Piano si binte profesor Herberti. Nesti këndonte si tenor, i binte edhe mandolinës. Të kujtohet? Mua pastaj më doli bursa për në Francë. Ma pren bursën për ndonjë vit. Po nese, ty nuk të doli bursa? Jo. Që shkru bërë antari shoqërisë puna dhe ju e kuptoni. Po për të kënduar nuk këndon? I bie mandolinës nga njerë. Bashkë me Xhami Halin, është një mësues i shkollës bujqësore. Kemi ngritur dhe një si orkestër të vogël. Bile kemi dhe një koncert me rastin e përvjetorit flamurit. Shkruaj edhe ndonjë artikulla, ndonjë vjersh. Po që flasë edhe unë. Vjershat e mia nuk janë ndonjë. Modest, me gjitha të na i sill. Po ky Qemali pse vënua ka shumë? Kush është ky? Shoferi që na shoqëron vazhdimisht, është djalë shumë i mirë. Ai na Kshiane u zu për shkakun ton. Po shkoj të shoh njerëz. Do të vjedhe unë. Jo, s'është nevoja, Antonika. Rri, unë do kthehem shumë shpejt. Nesti, na thoj ndonjë gjë. Nuk ke kujtuar ndonjëherë? Që është e vërtetë shumë mirë. Mezi u prisja. Jo vetëm unë, po edhe disa mësonjës këtu. Të kam ndjekur nëpër gazeta. Pas ke dhe në gjitha të koncerte. Bëtë shumë mirë që erdhët edhe këtu. Donika, atë kujtohet koncerti parë që dham në salonin Leku i Nxënësit? Po. Po këngë? Po si? Dream
Ç'bën kështu je në vete? U meri majtë hundës. Më tepër për afjer me një dy afetnikonj. Pse? Është popull dembel shqiptari thoshin, prandaj ka fukarallëk. Oh. E sho nga duar tuaj zotrinju thash. I kini më të buta se të zonjave. Hamaja. Ja, kjo i nxeo më tepër gjakrat. Nuk kam kohë hoxh, kot hyre, kemi të lashe tjera sot. Unë që s'pret fota që fendi. Nuk kam kohë, një herë tjetër bisedojmë shtruar. Hape more pak dritaren se plasëm. Pa të gjo more hoxh, artistet zunë të këndojnë. E ke marrë vesh zotrote se në qytetin tonë kanë ardhur dy artiste me fama, po se ke marrë vesh. Bilbila more, Bilbila. Për këtë kam ardhur. Të lutem shumë ti e shikon që jam i zënë. Nuk e ki, unë s'kam ardhur këtu për qef. As për të ndëgjuar zërin e atyre theatrinave të përdala, po për punë të një peshe kombëtare. Si thua zotrote, të rije të pesa të këndojnë ato maj minares, pasaj të vite këtyre të qajmë? Edhe si kur ti thoshe zotrote, nuk vinë ato maj minarese, ju merren mend aq lartë. Bën një shaka mervesh edhe aq. Shaka thua Fotaqi Efendi? Më vjen keq se je kaur. Po të ishin ato zuska muslimane, e të mi thoshin këto fjalë në mes të veçërisit për kishën tuaj, si do të flisje zotrote? Të thash hoxh se jam i zënë. Fundja unë nuk jam vënë këtu që të merrem me këto budallalloqe. Dio mio, tër jeta në këtë provincë mes ignorantësh do më shkoj. Zotin prefekt, për këto turpe që po ngjasin në qytetin ton, kam për t'i bërë kartë edhe revisës së nderuar Zanin Alt. Pastaj të llafosemi ndryshe bashk. More vesh, mora thuaj, unë mbi si njeri kurse zotrote. Po dale more hoxh Efendi, po unë nuk thash. Po fundi ato kanë ardhur me firme vul nga Tirana. Faqja ti idiota. Amarti. Ç'mi hap veshët ashtu. Do marrësh apo jo? Gati zotin prefekt. Hajde. Më vdiqe me këtë livando. Kjo sikur me ndelë është urinë, jo... E kam nga Roma vetëm për zotrin tuaj. Nga Parisi, more, të kishe të paktën një shishkë sot. E diti që në Paris njerëzit njihen të shkallë të çpozite janë nga era e parfumit që përdorin me vesht. Ju jeni njeri me shkollë, zoti Fotaqi. Keni parë botë me sy. Kurse ne qyqarët as Tiranën se kemi parë. Kozi. Lepe. Leri furqe. Le të thonë si të duan njerëzia, po unë kam qenë në Skala edhe kam parë opera me sy. E diti se kujt i thon opera? Jo, zotni, se kam dëgjuar kur atë fjalë. Mos e jet çaj vlatrit në shtëpi. Edhe s'ke si ta dëgjosh. Shëndet, zoti Fotaqi. Mund të largohem tani, zoti Fotaqi? Kozi. Jepi. Të mos dëgjoj se ato muhabetet që bëm këtu me Efendin u a thua të tjerëve se të marrë të plas brenda për nxjerrje të sekretit shtetëror, më vesh. Po fjalë është ajo. U vdes se stregoj ere. Hajde. Vesel! O Vesel! Urdhëro! Gjithu lart. Peqe! Urdhë zotin perfekt. Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po prefekt. Si urdhën perfekt. O, sot, me styre ignorantëve do më shkoj gjithë jeta mua gjanë. Si urdhën? Sa do që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këta? Dëgjoj këtu. Urdhë. Na këtë edhe shko shpejt te Parashjevia, të më zgjedh një tuf lule për merak. Peqe. Më kthe kusur. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova. Si urdhë? Dëgjoj këtu. Urdhë. Mos i thuaj njeriu për lule, as Shazivarit. Silli këtu parat. Si urdhë?
Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i hanë gomerët. Shkurda. Shkurda. Quel riso strano di quella domenica. E mira të sjellë të Nuri Bey. E keqja më sjell në dorë të Hikmetit zoti Fataq. Që janë këto shakarat hidhura zoti Nuri. Djali zgjori. Edhe do të bësh përpjet me ndihmën tonë. Ta pasha borxh Bey. Nga ndonjëherë bie fjala sot, nuk nuhat as Zagari Daliber. E diti kush na ka urdhëruar në qytetin tonë tjetër? Dy artiste mërvesht, njëra zonjë edhe tjetra zonjushe. Jeca pushti more Fataq. Po duket që pusht lëku nuk i prish ka punë mbretërisë. Nën prefektit nuk i flitet me këtë mënyrë, dhe ku? Në zyrë të tij. E diti që kanë thënë Dalibeu të merr selam dhe këtu apo jo? E kam dëgjuar. Jo, po dëgjoj prap. Që ja ha tëmën me gjitha nëmet. E di këtë ti? Kurse ti e njeriu ynë, i Hikmetit, je biri im, dhe unë të kam mbrojtur gjithmonë. Nga ca gomërllëqe të kam shpëtuar unë ti. Sa në Tirana me Berati nuk kam marrë veshje. Ta di për nerë, Bey. Ko edhe spotit pa bes që desh të bënda i trazira shkoj. Pa nuk duhet harruar kur. Desh të ndante tokaj. Ja prishime një njerëzis. Po ne nuk do lëm as një zok të ndaj njerëzin nga rruga e drejtë e Hikmetit. Je kaj me kam, ore. Je kaj me kam, jam e të zogu të parë, ore. Duhet të mbajtur kam zhikur ngrehur, ore. Si jeni mirë, faleminderit. Si jeni mirë, faleminderit. Faleminderit. Hajde fëmijë. Hajde një fëmijë vendosuni shtëpi. Mos bëni shumë. Në rregull. Në rregull. Shpejt. E kemi përgatitur për nderin tuaj. Nuk dinim se si. Ndoshta janë pak si dobët, por Xhamiali është njohur në kongres me baban tuaj. Gjithmonë e kujton. Xhamihalin e kemi dhe muzikant dhe virshtor. Këngën e kongresit ai e ka bërë. Nuk po të kuptoj Nuri Bey, përse i gjithë ky mllefta pas ka prishur kaq shumë gjakun? Nuk më kuptove. Kështu. Shumë keq që nuk më marrë vesh. Po ja ku po ta them. Njëra nga ato artistkat është e bie Pandeli Prokopit. Pandu i kongresit të Lushnjës. Ashtu? Marrëvesh. O e bie ti në pas ka ardhur në Lushje të ngatroj dynjan. Theatrina. Po mirë more Nuri Bey, me sa kam dëgjuar, Pandon Shqipëria e mban në gojë edhe Lushnja i ruan kujtime të mira. Pastaj edhe qeveria nuk kanë nxjerrë ndonjë urdhëres që e bie atë lipset që këtej. More kollaj ajo punë, kollaj, po unë dua të di shkakun. Shkakun? Po ja ku po të them more Fataq. Jati i saj në vakt kongresit nuk ka lejuar që unë të marr pjesë në të. Dhe ka thënë o ai o unë. Puna shkoi deri aty sa ju kanos, se do t'ikti me gjithë korçarët nga kongresi. Me që unë isha miku i ngushtjes ato planit. Dhe sipas tyre kisha vënë njerëz për të vrarë Ismail Kemalin kur të kalonte nëpër mysë e për në Vlorë. Ja, ky është Pandue. Kështu na qenë ka puna, ha? Po mirë more Nuri Bey. Ç'puni prish ka Lushnjës edhe ty një këngëtare. Makar edhe bia e Pandos qoftë.
Kongresi është larg tani, s'ngjallet më. Mbretëria po lulzone, ne na e marshin të keqen pandot me shok pa le theatrinat e tyre. Jemi qeveri e fort tani, mervesh, ti e di më mirë se unë këtë. 3 veta erdhën e më thanë, e bie pandos në lushje. Ti kujton se njerëzia është qorre. Më thershi në mua, po që se lushnja tani nuk zien. E nuk thonë se ajo ka ardhur apostafat për të kënduar këngën e kongresit mu para hundës time. Njësoj si kur të më këndon të pandua vetë, e ca më keq akoma. Por tani, ne jemi në mbretërin tonë. Ata që nuk na duan e di si thonë, Zoti Noli iku në arrati, Baramsuri mbaroj në shpell, Zogolli u bë zog i parë dhe i ngjalli Esatin, por kongresi nuk pas ka vdekur o Nuri Bey. Dhe ne do ta këndojmë këngën e kongresit ku do që të jesh, qoftë edhe në varr. E po ja ku po ta them, po që se ti nuk e kupton dot. Artistkat kanë ardhur këtu që me mua të qesh tërmi Zeqeja, Berati dhe Flora. Por unë nuk jam njeri to si to. Po u qesha unë, je i qeshur edhe ti. E me për trija sa më keq akoma. Që ke këto lullë Vesel? I doj mali. Mos ka vdekur njëri? Jo. Mos ka për virtualin e tatit Zoti Fotaqi? Jo, i do për ata që do këndojnë, për ato i do. Alo, Toger Shazivari ndua. Shazo, ti e? Pa ma përsërit edhe njerë, kush i ka lejuar ato 2 zonja të vinë të këndojnë këtu në lushnjë? Po, u a thash një Zoti Fotaqi? Përsërit e shkoqër. Si urdhëron? Kishin marrë leje nga qeveria. Si edhe një rekomandim nga kolonel Selamiu. Pastaj edhe afishe kishin. Ne lexuam poshtë në shesh. Kaq. More, kur do vini mend ju? Sa herë kam thënë që në zyrë duhet trokitur. Si urdhon, po nga që nuk duhet të ndërprisnja zotnin prefekt. Dil jashtë. Jo, unë desha t'ju thoshnja se sa në punë s'tu pa përgjoni bashkë. Dil jashtë. Po, lulet, ku ti le ti? Dil jashtë, merresh, dil jashtë. Po ti le lulet. O, zot, po nuk u çmend edhe një javë në këtë provincë, shpëtova për të rjetë. Ti le këtu pasportet. Dil more jashtë, dil jashtë. Jo këtu, mor njeri ju jene. Mua nuk më duhet nëse ato kanë leje nga Tirana apo jo. Unë di të them vetëm këtë, që ajo nuk duhet të këndoj këtu. Kaq, se po këndoj ajo këtu, ta dish, do të bëhet një trazir që... Jo, mërë Fotaqi. Se shmushur moti nga kryengritje e Fjerit. Edhe ai që zinte vendin tënd para një viti, sot dergjet në burg. U përzje me kryengrisit. Të lutem, e dish do të më thosh që ti si se të sollëm këtu për dorë të fortë. Por ky Miletë merr zjarr edhe me një këngë, siç merr Baruti zotin prefekt. Po mirë Nuri Bey, unë s'kam për të vajtur në koncert. Do ta binde edhe Xhevo Efendin, në më dëgjov se ti e di që s'para më doj. Toger Shazivari do më dëgjoj, po ashtu edhe drejtori i shkollës. E kur të mos japim rëndësi ne autoritetet e... Teatrinat nuk duhet të këndojnë në lushnje. Kaj di të them. Për ndryshe, thumë më mirë që më ke hasëm. Zdi fjallë tjetër unë. Kështu! Idiot! Til jashtë! More, pse përgjën? Po ti? More, Ha, Vesel. Ç'të ndodhi? Lëre. Si, nuk të pëlqeu lulet apo si? Po unë i shgulla gjitha borrin ati. Po, kështu kanë të mlajt. O, Vese? Ku do t'i qash lulet? Po, kja qes nej gomarje, nej lopa, nej... Mie, pua.
Nga mërë, ku shkoni ju? Donim të flishim me zotin nën prefekt, për tokë. Pra për tokën ju? Nuri Efendiu e Dalibeu për na përzën nga kasollet dhe nga toka. Par dit me ju ke avazon lal. Po të shef keni të fut një hund punë të qeverisë. Shikoni orbunën ndujse, vallahi do të gjeni belan. Po ne për tokën erdhëm. Qeveria ka shpallur në gazetë se o të na jap tokë. Ta dim se ku do shkojmë ne që po shpërngulemi. Ore ju, a dini se qeveria ka hallet e lashe tjera? Apo se dini? E dim, po si? E po kur e dini, ç'vini këtu atëherë? Shkoni orë në për shtëpia. Se ka më kësë ju. Hajt, shkoni dëgjoni ato hengjiet që kanë ardhur për të ngletisur miletin e lutjes. Hajde qeveri. Kalojmë ti? Këtej Donika. Ja. Ja shtëpia ku bë kongresi. Ja ky avaz është për ditë. Janë ca fletushka që gënjejnë fshatarët gjoja qeveria do bëj reformën agrare. Dhe ata vinë me shpresë. Pse nuk shkruan ndonjë artikull për gjitha këto kishe? Dhe dërgojnë revistën Bota e Re. Nuk zgjidhen me artikull në gazeta këto halle, Donika. Sigurisht, por opinioni publik. Ec! Sa më di, ec! Na më di këtu! Çfarë kalin? Se dua. Si ordashke? Po a din ti se qeveria ka gjerë reforma radikale për karrosjet që ndalon rrahjen e kafshë? Jo, se di dhe as që dua. Kali është ime e bëj ç'dua me të. Urban çfarë dush ti me Kalin? Po s'ke fajti jo. Se qeveri më të but nuk ka par bota. Se të kishte ligj, do t'i dar një trut në kubure pa të thënë llafin. E të pses. Lëre karrosën këtu e pas me jetë. Hajde! Ç'pati më të shkretin? Kodi penal. S'po kuptojmë asgjë. Çy këtu ligjet? Po, qeveria ka nxjerrë urdhëresa e ligje, të cilat do na sjellin civilizimi sipas Oksidentit. Sipas neneve të kodit penal ndalohet lypsia, vakabondazhi, domethënë ata që kanë punë stre. Po ashtu edhe rrahja e kafshë. Seriozisht e ke zotin e hallë? Zotëri, si do vej halli jënë? Përsëri për tokën? Po. A keni dëgjuar ndonjëherë që të merret tokë duke e lypur? Jo, po thonë se qeveria... Reforma, zotëri, kështu tha dikush. E ka dhe gazeta. Pas ke pare të tepërta për të prishur. Mos presoni kot për tyre. E din ti ku i thonë kod penal apo nuk e di? Si more nuk e di? Ja ky është, e shikon? Si urdhëron zoti kryetar? Ky është si Kurani more qafir, te ta puthi se ky rregullon miletin. More vesh? Si urdhëron zoti kryetar? E ka bërë në altmallnia vet, mreti zog reformator, që po të sfilitet për të mirën tuaj, t'ju se andin, t'ju bëjnë si turqit e sot që mërë qafir. Ku keni pamër ju mbret që t'u dhimë se në kafshet? Hak nuk e keni, po ju pe plakni, pe lolni, si jeni kriminell. Thuj qafën! Thuj qafën! Pesel! Afrau! Na, ven atje. Ta shohin bota se si zbatojmë një reformat radikale. O, milet! Zana qinjes nav zotrinj! Dhe gjoni të lalin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se ka sa ban tonë e ka sa i disur dy zonja. Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ofe aman aman. Një saze marshallah, sa një hambar. Këngë të doni, sa të doni. Mu të krepet e qarqisë. 3 lekë kushtë detë. Këngë nga të gjitha llojet. Asjerit mos mulloj të sheshi. Vesel. Lepe. I thuaj tavallit përsërit njenet 503, 504 dhe 506. Peq. Na, me që kemi edhe artistët këtu, thuj të thonë edhe njenin 591, për heqin e ferezjeve dhe të festeve. Ferezjeve edhe të festeve? Edhe të festeve. Po qarqafat? Edhe qarqafat. Shitet resme në altë madhë nisë me ti të zog, orë noni. Loni, kush ka vdekur o dërzi? Askush, pse? Po, që ke këto lule? Lule? Hiç po kata ashtu, për qef. Po të ashtu, mirë. Shitet patën e shartë princesha Ruije, orë noni mishteri.
Allah, s'kemi pa burë deri në sot dali pazarit me gjitha lule. Allah. Aq me qanë kokën tjere. Dëgjova se Noribeu do t'i zboj ato. Pse? Sepse e qupe e hollësht e Pandos. Ja. Nuk besoj. Duan ta turprojnë qupën e Pandos. Ta turprojnë, thua? Turprojnë kongresin, jo qupën. Ja. Lini, kam një parandin sot në shkrim barë. Nuk e di pse, po më duket sikur gjithë qyteti është me ne. Po, s'ka se si të mos jetë me ne, më shpirt. Mos e bëni merak. Fare mos e bëni merak. Bilet! Joni edhe njëherë nerin 503, 504, 506 kodit penal. Sinalon lypsarin, vagabondazhin, edhe me lëkun, si edhe rajer e kashve të gjora pa mbrojtje. Talojnë të qarkullojnë arabate vjetra se fshije në për të. Jashtë këmësha që më vjetë tup të apërmën temrin. Karocierët të mbanë uniform të përqyër nga bashkia. Talojnë si pas derit 591 mbatje e feregjeve dhe festeve të nëpunësve. Bilet! Asjeri mos betet pa ardhur shesh. A nëmet e ndëruara do të knaqin Miletin me këngët e tyre. E qava apo jo më janë me? Të lumë. Mileti marrë do të vijë, e ndjej me hundur. Veç atë këngën, zare të rëndafilje, që ma bëre me hile, e më qafshje pas e këndojë për mua. Më kanë thënë gjitha të njerës, do t'a këndojnë apo jo, Trifon? Do t'a këndojnë ju, them unë. Ja, q'keni ju? Do t'i lajmëroj unë një për një, gjersat migzëri. Milet, veç atë këngën, Do t'a këndojmë pa tjetër. Po të mos harosh edhe në ta më, Ti do të vish pa paguar. Hëm rofshi. Ti marrë edhe kalamajt? Meri, me gjithë qef. Rofshi. Hajde. Lini, shiko që lullet të bukura. Ua! A mund t'a falësh një lule, zotni? Po si? Jepja gjitha, Oloni. Jo, vetëm një. Jepja dërbardh. Merini. Mos ju duen, kush e di për kë i kini? Jo, këtu nuk i dua njeriu të lulet. Unë për ju im lodha. Faleminderit, shumë faleminderit. Allah. Si po të duket vesel, ha? Çfarë ka bërë frëngu zoti komandant? Po vërtet tjetë qemane gjithë kjo bina? Jo, qemane vesel. Oksidenti i thot piano. Edhe ne kështu duhet i themi. Piano. Shordon. Asha. Piano. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Urdhoni zoti Xhepo, urdhoni ju lutem. Ketë një telegram nga Tirana për mua myrto. Jo zoti Xhepo. Po të kishim më njëherë do t'ja dërgonin në bashki si gjithmonë.
Po për zotin Fotaq? Si urdhon ja quam? Nga kish? Nga Ministri e Punëve të Përbërshme si zakonisht. Foli gjë me Tiranin zoti Fotaq. Përse zoti Gjevo? Për ato artiskat. Jo. Po më duket sikur po unë nuk dëgjova gjë. S'do të më tregosh shumë mirë të, Ti qenë ke një ujnën prefektit, qas thua? Po për bes nuk e dëgjova bisedën. Mirë të. Unë të dija besnik. Po, zotni. Nejse, kaq më duaj. Kaq desha, natën e mirë. Zoti Gjevo, kam edhe një telegraf nga Tirana për ato artiskat. 1 minutë. Telegramet e botës më tregon në mirë të, Pse që mbere mua, hafije? Është për ato që do të këndojnë, urdhë. Eleni Jankollari, lajmëro shnetin, jemi mirë, vajza mirë, gjuvi. Këta që janë pa vlerë më tregon mua mirë të, Nejse, natën e mirë. Zoti Gjevo, kam edhe një letër për gazetë që bën ai në punë si Nesti. Është ai që ka bën atë shkrimin në gazetë për punën e pondeve që bashkia i harxhoi për burgun. Urdhë. Bukur. I pas ka shkru për si revistës botare, Mëzeqeja, hambar i mushkonjave. Shiko. Që janë ka gogjak në punë si ju të myrë të. E dinim, por ja ka që zotën. Urdhë? Hajtë natën e mirë. Natën e mirë. Zonja Eleni? Donika? Urdhëro. Jam Unesti. Po flini? Jo. Mirëmëngjes. Si u gëzë? Çka? Kishe shumë shkonja, po thaj se s'kemi fjetur fare. Po ti ç'ke kështu? Dikush ka grisur afishën. Ashtu? Kam frikë se o ta kenë bërë me qëllim. Për këtë je merakosur? Prit pak. Mirëmëngjes. Nesti, të lutem gjithë të tjetrën. Haqe marë si fjete. Keq, më grinë më shkonjët. Edhe neve. Nesti, dëgjuam sikur koncertin duan të ndalojnë. Ata le të ndalojnë po të duan. Sikur e dinja. Ne duhet lajmërojmë popullin. A do të vinë? Ja ku janë. Ata po presin sa 2 ora. Si do qoftë prap duhen lajmëruar. Dëgjoj zoti Gjevo, as zot Trote mos u merr me programin, as ti zoti Doger. Programi është në kompetencën time. More, po ky në punë si poste, si shumë i dashur po tregohet me artistet. Nesti! Nesti, mirë? Qëtoj gjë në rregull. Atëherën e po merr me nxas. Mua këtu më ki. Miru pafshi. Gori! Është si punë kalemgjut. Ka shkuar dhe herë tjetër për fondet që bashkia harxhoi për burgun, pas asajt në mosër kryetjet fjerit. Këto punë vërtet janë kompetencën tënde zoti Fotaq. Por as ne nuk ham barë. Mëzeqeja, hambari me shkonjave. Shiko. Flet edhe për fukarallëkun. Për Nori Beun e Dali Beun që dëbokan fshatarët nga tokat. Po, këtu në fund,
Llagapi është tjetër, ku e kupton se e ka shkruar në punësi i postës? Mizarf ka emrin e tij, kurse në gazet më një llagap të shpifur. Janë punë të thella këto. Këta njerëz duan ta bëjnë vendin bolshevizëm, por këtu si jemi as në Rusi, as në Spanjë. Mos bërtit, zoti Gjeva. Kam torin kështu. Ta plasim brenda, çpresim. Ja, është akoma shpejt. Të ikin njerë artistet, pastaj do shohim se me kë ka lidhje këtu në lushnjë. Po, kjo çështje tashti është në kompetencën time. Atëherë dakord që artistet të mos këndojnë sot. Urdhëri juaj, zotin e prefekt. Mirë atëherë kështu e lëm. I dërgojmë tek Dalibeu të këndojnë. Sonde na pretendojnë ne. E bëjmë një katërshe. Mrekulli? Atëherë ti, zoti Gjevo, nxirre prap Tellallin që të anulloj lajmin e parë me vesht. Donika, ija shpejt këtu. Shiko se ç'po bëhet. Koncerti nuk fillon pa ju. Mos u nxitoni fëmijë, mos u nxitoni. Ku më çon karikën more dhe pses. Zotri, ç'po ndodh kështu? Përgatitemi për koncert. Theni bangat në klas e mos u merrni me tilla budalliqe. Nuk e bie të flisni kështu. Po ju zoti drejtor nuk do të vini në koncert? Si thua Xhamial, do na shkojmë bar? Se zbë. Shiko që popull është mbledhur. Kujdes fëmijë, kujdes. O, Milet! Bani vesh Tellall Trifonin edhe njerë! Zonjat kanë urdhëruar të këndojnë në lushnjë, nuk kanë për të kënduar sot. Asnjëri të mos bezdiset e të mlidhet në shesh. Anëmet janë pak pa qejf, që Perëndia u dhë tymër. Trifoni prap do të dale, do të jap haberin e mirë se kur do të këndojnë për Miletin. Hiç mos u bëni merak. Ua, po kjo kështu, s'ka mundësi. Do t'jetë ngatruar Tellalli. Duan të bëjnë një shaka. Mos thuaj s'ka mundësi. S'më duket aq. Si t'ja bëjmë? Dalim. Urdhroni, zotri. Deshet je? Jo, Po flisni, çfarë kërkoni? Zonja, më falni. Po? Jam i shtrënguar të them se koncerti me urdhë nga lart nuk do ta jepni dot sot. Pse? Kjo nuk më takon mua, po më urdhruan. Nuk di pse më urdhruan mua. Unë jam në punë si thjesht i financës. Mund të vinte kushdo këtu, por jo unë. Po përse xhanëm? Po se ju që nge ndëlodhër se duhet parë më parë programin nga zoti nën prefekt. Pastaj ata mendojnë se koncerti mundi me të parë në çiflikun e Dalibeut, ku do të shtrojnë edhe një darkë. Ky është kulmi. Prit Donika. Kush urdhroi për këtë? Toger Shazivari. Urdhëroni, zonja të nderuara. Përse u munduat deri këtu? Sa po dëgjuam Tellallin që lajmëron. Po, e dëgjova dhun. Po thash mos ishit pamundura se helbete bët gjithë atë rrugë. Ne nuk jemi të pamundura. Nuk e kemi thënë ne Tellallit, kështu që dikush nga ju. Çuditem. Por në orë të pejgamberit çuditem. Pastaj unë jam komandant këtu. Dhe detyra ime është të mbaj rregullin e qytetit. Dhe të ruaj njerëzina të mos dal nga udha drejt e hyqëmetit. Më falni, por Tellalli nuk është në kompetencën time. Ai varet nga kryetari i bashkisë, zoti Gjevo. Për baba të morë, unë nuk kam gishin të punë. Unë jam qefni i malë për kënë 30 vjetra. Kam blerë disë fonografi,
Dhe një gjë nga njëherë me zonjën time. Bukur kënën e bekura qërime, edhe e të nërvashi. Zonjës ime pëlqen shumë kënga Mamodijes, sidomos ajo një lule doli nga gjeneti. Kurse unë vdes për këngën, një djalë dhe një qubë gjesnisin dënjan. Sikur të ne kënori të këngë, vallaj, dhe na bani qefin shumë. Zoti kryetar, ne nuk këndojmë nga të këngë. Ne kërkojmë të dim kush dhe pse kanë urdhëruar që të mos japin. Në zot ngosht zonja, noshta nën prefekti. Noshta them se nuk e di sa klam. Zonja, shoh si pas ke fjetur këtë sonde. Mos nga moshkonjat, por mëzëqia nuk është hambari moshkonjave. Ka ca, po qeveria po shet kenina, si për moshkonjat anafele që të rëzojnë shtrat, si për atë rëzojnë kuleks. Mirë, por mileti nuk do t'i blej. Qfaj pastaj ka qeveria? Zoti kryetar, ne këtu kemi ardhur për koncertin, dhe jo për... Shkoni të nën prefekti, ju thash më duket. Mili? Unë po matesha të dërgoja njeri që të ma bënit këtë nder, kurse ju urdhëruat vetë. Kam një gëzim të parë rëfyer, zonjat nderuara. Po, urdhëroni ju, lutem ulluni. Faleminderit. Zonjusha sigurisht është këngëtorja nga Parisi, e bia e patriotit të madh, merrvesht. Kurse ju, zonja nga Vjena që lot në pianon. Hartman, merrvesht. Paris, Vjenë. Lumsi ju, me sytë e botës madhe. Jetojmë në provincë dhe ndofta shumë gjëra nuk janë ashtu si do të dëshironit ju, por ka edhe më keq, merrvesht. U lodhët sa rrugës. po, Baltra. E drejt. Kishte mëse 10 ditë që s'po na pushon dhe shiu, moj zonjat nderuara, po ja shqyr që na erdhët ju me këmbë të mbar. Mëzëqe e sapi, merrvesht. Provincë. Tellalli dha një kundërlajm zotin nën prefekt. Ne presim me padurim një kundërlajm tjetër. Provincë, zonjush. Çpret nga njerëz të pashkollë. Kam dhënë urdhër që ti tërheqin vërejtjen. Më vjen keq që ta pushoj në vend se ka një tuf me kalamaj. Vu kom për ne me madam, se kush të kupton edhe i fal gabimet merrvesht. Po, çfarë do keni mirësinë të na këndoni zonjëzat e artit? Urdhroni programin zotin nën prefekt. E kishit kërkuar? Një formalitet, kuriozitet merrvesht. Po ti? Është një miku ynë. Aha, miku juaj. Mes ti bëj. Gëzohem shumë, po përse nuk ulesh zotri? Ja, s'kaq. Puccini, Verdi, Gounod, Liszt, tërë Italia. Me një fjalë, aleatja jonë e madhe ka një muzikë që ne duhet i drejtojmë syt nga Oksidenti, zonjat nderuara. Se jemi Evropë, jetojmë në shekullin e elektrikut, merrvesht. Po si mund të ecësh përpara kur je i vogël, duke u mbështetur tek Oksidenti, te kultura e tij e madhe, merrvesht. Po me qëra fjala, nuk e pas keni në program këngën me famë botërore Triste Domenica? Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrarë veten 10 dje me vajza. E vërtet është. Edhe me gjithmonë që të prek shumë. Piove fa freddo più solo mi sento così nello silenzio di questa domenica. E tjera. Edhe kënga përfundon merrvesht. Të dielën e fundit ti do vish tek unë e dashur, po do gjesh vetëm qivurin edhe varrin tim të hapur. Ja, kjo është këngë. Sikur të na e këndonit këtë këngë. Po kemi frikë mos vras veten ndonjë dhe pastaj... Se këtu njerëzve u mungon kultura. Vetëm një njeri me kulturë të madhe dhe sensible mund të emocionohet aq shumë sa të vras veten për një këngë. Po, por ne nuk e dim. Po mirë, gjanë mirë, si të dëshëroni. Thash, nuk do të ishte keq sikur këtë këngë ta dëgjonin edhe pasardhësit e taulandëve këtu në Myzeqe. Zoti nën prefekt, mirë do të ishte që Tellalli të dalë përsëri dhe t'jap lajmin e vërtet se populli po pret. Ju lutem mos u bëni merak. Tunja tjetani. Tunja tjetani. Zoti
Nesti, kështu pra ti po i ndihmon nga ca zonjat. Me sa mundemi, zoti. Mirë bën zoti Nesti, mirë bën se janë jabanxhesha. Po, shko, se të presin zonjat. Ha, Nesti? Në rregull? Të shojmë. Ç'ke kështu? Se që kanë këta sot me mua. Duhet lejmurat që nda sot i fotaj. Pse çka ngjarësh azo? Janë ndesur gjakrat. Si unë di s'kan gjakrat për muzikore, aman. Mirë. Alo? Zoti Gjevo jam. Po, dakord. Si t'ja bën me artistet? Koncerti të bëhet i dashur Gjevo. Ashtu? Unë i këtij mendimi kam qenë dhe nuk i ndroj pikpamjet e mia oksidentale me resht. E që zoti Fataq? Jo, ndryshe do thonë se unë jam kundër demokracisë. Sa për Nuri Beun, ai nuk ka gisht në këtë çështje me resht. Unë nga ana ime nuk jam shkaktar për asgjë. Selam Fataq Efendi. Tu një tjetër. Është ndarë midetin në 3-4 pjesë. Të mësuesve, të Nuri Beut, të artisteve. Deri ti se ku? Policia dhe xhandarmaria të mos trazohen. Si ordon? Tani sheshin e kanë dorë Mileti me resht. Duan këngë, le të këndojnë. Nuk i vjen e keqja qeverisë nga këngët, jo. Ja, po këndojnë këngën e kongresit se. Kush e ka ndaluar këngën e kongresit që ta ndalojmë ne? Po t'i pengojmë, buja do marrën. Le të këndojnë, të gerë, le të këndojnë. Për qeverinë është mirë kur populli do të këndojë. More Shazo. Ordëron. Gjetën në i gjë të re për këtë Nesti Bënjën. Po si? Ka 6 muaj këtu. Shoqërohet me ato mësonjësit, me Mihalin e Zahimin. Po si, në qarkorin që në ka ardhur, është edhe e emri i tij. Pastaj ka marrë pjesë në grevën e bukës. Por unë them se do njoftuar qendra. Nuk është nevoja të mësosh mua. Shiko detyrat e tua se nuk po I kupto ke hiç mirë me resht. Si ordon. Mirdo, më lidh urgjentisht me Tiranën. Hajdeni, jepini! Prunduni! Jarëm, 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 kusha me flori, gjyqja më shkoj buri, lalëm një tali. Jarëm, 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 kusha me flori, gjyqja më shkoj buri, lalëm një tali. Orçul, sikur ta lësh këtë motor ti? Se lëdot, më prish drejt, kam rrugë të gjatë për të bërë. E po njerëzve u prishe dyzeni. Pse edhe ty o babushtu pas ka shkrevër për dyzen? Ike ti se do gjash belan. Ç'më çan kokën? Të teti morë telefon. Luftuan vetë zonju se tu aprishja dot.
Qetësi, unë lutem, qetësi. Punon në post. Zonja dhe zotrin. Këngëtarja e njohur Donika që si vjet mbaroi studimet në Paris, vajza e patriotit të flakt Pando Prokopit, një nga drejtonësit e Kongresit të Madh të Lushnjës, si dhe profesoresha e mirënjohur Eleni Jankollari, që ka studiuar në Vjenë, më kam porositur t'ju falenderoj për pritjen bujare që po u bën qyteti ynë i Kongresit. Ju lutem, kur të këndojnë këngët mos bëhet gjë. Në shkatërrove, more i Paullo. U shko në kovi? Të bëj se hirë, të gjitha tje ikën e va. Se hirë? Edhe ti të shkosh të bësh se hirë? Jo, po... Edhe ti të dalësh kondra me e mor qafir? Jo, po nori bej desha të theshe që... Lari lafet! A më të shumë! Si urdhëron. Orçon, sa pare do t'i aprishi dyzenin edhe atyre? Igor, plakush. Të bleu një makinë të re që ta kesh tënden. Ore që këta ma mi lojtur. Nuk talem kurum, ta dish. E kjo nuk mjafton, Orbej. Po që kërkon atyre? Hape gohen, fol. Po talët gjithë qyteti me ty, Orbej. Edhe unë nuk dua të bëjmë lëllës si ty. Ta dish. Poshtër. Lojti nga fishiri. Se kam parë kur kështu. S'ka faj shkreti. U bëga si botës. Hajte lumë të e goj me qupë! Poshoni, o them! Poshoni! Erdi vakti të bëjmë ndër të lalvet, e jo bile djerezvet, o gjevo. Këngë në kongresit, shkrepi dritare! Do të shkrepi, ore, do të shkrepi, do prisni! Humbi atë u dy potatare, tash pëtosh gjinga njona, bëmi zotin në lëgjët të rosh në jetë.
dhe kjo ku mi ka jetur të këngë. Patriotizmi dhe mek. Shpefilita në lushnje u linë dhe Shqipëria lidhi besën dhe gjoj bota dëshmoj në ytë në gjellë për ti hojnar kongres. Shpefilita në lushnje u linë dhe Pushoni, more! Pushoni! Do japë murë të balët të që bëjnë shurë! Pushoni, more! Ollë vërë tjati! Qëtësi! Ua kini parë programin, zoti Potaq? Do t'ua ketë parë, zoti Gjevo. Si? Pyeti Beu, mos ua ke parë programin. Unë? Ja. Gabim, zoti kryetar. Ja gabimi. T'ishim futur në bashki, ndryshe i puna. Këto janë kompetencat bashki, zoti Gjeva. Pushoni! Do pushoni, bëjo! Pushoni, bëjo! Do pushoni! Nuk dhe përkoj! More shazë. Qëtësi! Vaje vetën, more shazë. Du e lejmor që janë, pa e thashu? Pa së shpun kjo kështë është? Nuri Bey, jo i qafën ti! Pare ti, mojë, bie pandës. Ta më të rëprosh mua kështu, në sy të gjithë njerëzis. E kapa! Mua që jam i pari të vendit këtu! Hajde! Fol! Ik me të mirë, bej. Hajt! Mbathja të ngrënë kolera! Mbathja! Qërohu është trigu i djallit! Jepini, këndoni për inat! Të bjene flas, dojtë dyrën që ne të neshave, Astri Pasha, e privita në lusje u rinë dhe Shqipëria lidhi besën, të shërdota të shmojnë rritë në të. Hajde, shkollin e këshmija! Qeveria ka halë! Hajde, shpërdohuni! Oqa, peri, këshmi, peo, kare! Edhe ka li kërë! Shpërdohuni! Hajde, Të lumt, moj bie pandës. Të ish gjallë tatë, të të murë me ty. Alo, Ministrinë e Brendshme dua. Jam Fotaqin nën prefekti Lushnjës. Me kë kam nderin të flas? Mbaroj dhe koncerti. Mbaroj. S'ma mirë të mendje këto të shkon të kaq bukur. Donika, ju sonte apo nesër do t'ikëm. Do shkoni edhe në qytetet tjera.
Do kënaqni popullin me këngët dhe zërin tuaj të bukur. Dhe ata kurrës do t'ju harojnë. Nesti Bënja. Unë jam. Kam urdhër të vish pas meje. Kush më kërkon? Ore shumë pyetje bën, ti lëri dhafet. Si është puna, zoti gjandar? Mordruan Zëjushe. Qeveria ka halle. Hajde ti. Ec. Përse e merë? Çka bërë? Ik shiko punën. Hajde. Neni 503, 504, 506. Ju i dini apo i keni harruar? Kodi penal. I thoni të lallit ju a kujtoj. Nesti! Zonja, me le, duhet paguni taksin a hengut. Ligje është ligje, kështu ka morë. Mos o bëj me rëk. Ti paguaj unë, zëtë Gjafer. Qitër princesa Ruije, patronesa e arteve, blini Flitex kundër mushkonjave anafeles. Ornoni mështëri, Ajde princesa, ordoni. Flitexi mirë kundër mushkonjave dhe mizave. Ajde kinina, ordoni dhe princesa rëtëruara, ordoni mështëri. Zotinën prefekt. Më vjen shumë keq, zonjat nderuara, që ju shfaqni interes për një person si ky, Nesti Bënja. Ju sigurojmë se ai është i pafajshëm. Personin fjalë ka lidhje me fakte tjera për të cilat nuk jam i autorizuar t'ju jap shpjegim. Ai është një njeri mjaft i rrezikshëm, vetëm kaq mund t'ju them. Nderimet e mia, zonja. Ne jemi më të fituar se ata me qupë. Shpresa umbi adeu të pata thore, ta shpëtoshti nga kjo nat. Bau i Zotin na do që të rosh në jet, armiku t'jepi dat. Shkrepi drita në lush, një uli, një djel, Shqipëria lidhi besën, dëgjoj bota dëshmoj në ytë në qërë, për ty oj nalë kongres,